Hej, përshëndetje të gjithëve, përshëndetje, unë jam Adisa nga Adisas Kitchen dhe sot do të përgatisim një byrek tepër të veçantë. Përgatitet shumë lehtë, unë do ju shpjegoj në mënyrë që dhe ata që nuk kanë bërë kur byrek me një teknikë të tillë ta bëjnë sa më lehtë. Madje do na duhen 500 gram miell, por para se të fillojmë nga puna, nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe, të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë të re, postojmë disa receta të reja gjatë javës. Tek mielli gjithashtu do të shtojmë edhe një lugë çaj krip, do të shtojmë një lugë gjelle të rrafshët jo plot me maja. Ju thash që në fillim që ky byrek është shumë i veçantë, pra jo të gjithë byrekët kanë maja në formën e tyre, por ky e ka për t'i dhënë pak më shumë shkriftësi dhe fryrje gjatë pjekjes, jo që do e lëm të vi sepse kohët e pushimit i ka shumë të vogla. Do të shtojmë gjithashtu një lugë gjelle të rrafshët me maja dhe me sheqer, më falni, dhe nëse ndiqni videon deri në fund fare, do shfaqen 4 recetat më të pëlqyera dhe më virale në kanalin tim. Tani do të shtojmë 250 deri 300 ml ujë derisa na formohet një brumë elastik, jo ngjitës nëpër duar, jo shumë i butë, por jo edhe shumë i fortë. Ky është përshkrimi i saktë për këtë lloj brume, mendoj. Dhe tani brumin do e ngjeshim për rreth 5 minuta dhe do e lëm të pushojë i mbuluar për rreth 15 minuta. E mbulojmë dhe lëm pushim dhe ndërkohë do të merremi me përgatitjen e mbushjes. Para se të fillojmë me mbushjen, do bëjmë gati dhe yndyrën që do përdorim për të hapur byrekun. Na duhet 70 deri 80 gram gjalp dhe 70 deri 80 gram vaj ulliri, por mund ta bëni edhe me sy. Do e vendosim të shkrijë dhe do e lëm të ftohet. Byrekun mund ta bëni me çfarë do lloj mbushje që ju pëlqen. Unë do e bëj me spinaq. Këtu kam 400 deri 500 gram spinaq që kam larë dhe do të shtojmë tek spinaqi pa krip, jo shumë. Do shtypim spinaqin me duar derisa të nxjerrim lëngun dhe pjesën e lëngut të tepërt, edhe mund ta hiqni fort, edhe mund ta lëni këtu. Do të shtojmë tek spinaqi rreth 200 gram djath, të cilin do e bëjmë në thërrina. Do të shtojmë gjithashtu edhe një gotë me kos. Dhe të fundit fare kam shtuar dhe 2 vezë shumë pak vaj ulliri, por që harrova të xhiroj dhe tani thjesht po i përzierim që të gjithë përbërësit të shpërhapen dhe të lidhen mirë me njëri tjetrin. Dhe tani merremi brumin, siç e kemi brumin, ne kam bërë të gjithë në një pjesë të gjatë dhe do e ndajmë në 12 toptha, pak a shumë të barabartë. Këtë do e shohim me sy. Me secilën pjesë nga brumi, duke u ndihmuar ndoshta edhe me pak miell, nëse brumi jo ngjit në përduar, do të formojmë toptha të vegjël. Ja kështu, me gjithë me radhë. Me secilin top të vogël, duke u ndihmuar me pak miell, do të hapim një petë të vockëlfare. Nuk ka nevojë që ta hapim shumë. Më pengon kjo pjata këtu. Kjo është madhësia e petës, nuk ka nevojë ta hapim më shumë. Nga përzierja e gjalpit dhe vaj që kemi përgatitur, kam shtuar disi bollshëm këtu te kjo pjata dhe duke i lyer mirë dhe bollshëm me përzierjen vaj e gjalp nga të dy anët, të rëndisim petën mbi një pjatë. Brumi e ka bërë kohën e pushimit dhe tani do fillojmë t'i hapim. Tani e kam lyer pak banakun me pjesën e gjalpit dhe të vajit që kemi përgatitur dhe do fillojmë t'i hapim petët një nga një mbi banak, duke i shtrirë kështu me duar. Ky lloj brumi hapet shumë lehtë, edhe se të gjithë brumat e tjerë që kemi parë thjesht e shtrim nga pak me duar,
Dhe tërheqim kështu që të marrë ajër derisa do të bëjmë një petë të madhe disi. Do e ndajmë pak këtu në këtë ndarëse në brumit që kemi. Do të shtojmë 1 ose 2 lugje dhe spinaq nga mbushja jonë, se shihni ju të arsyeshme. Dhe do të bëjmë këtë mbylljen kështu. Ja, shikoni, që kam bërë. Kështu do të vazhdoj me radhë me gjithë. Shikoni pak peta tjetër që hapa. E thash se ato që i hapa pa e hapur kamerën, nuk më krisën kaq shumë sa ajo që bëra për të treguar juve. Ngrem vetëm pak kështu që të krijoj ajrosja. Dhe e palosim nga të gjitha anët. I shtojmë mbushjen këtu sipër. Bëjmë edhe hapin në këtë ndarësen e brumit. Dhe bëhet tepër lehtë, mund të bëni edhe për iftar për vete ose edhe nëse keni të ftuar. Dhe tani do i pjekim në furrë në 200 gradë Celsius sa fillojnë të marrin ngjyrë të artë në sipërfaqe. Pjekja gjithmonë me ventilim, unë byrekun kështu e bëj. Ja pra dhe byrečkat tona, që koni pak sa të bukura kanë dalë, por janë edhe të shijshme sigurisht, dhe kjo me spinaq është mbushja ime e preferuar. Prandaj ju sugjeroj shumë ti provoni, ju bëf të mirë nëse i provoni, dhe mos harroni të bëni subscribe. Shihemi e dëgjohemi në video recetën e radhës.